kthyer në kuzhinën tonë, siç e shihni, nuk kemi vetëm me Albanën, kemi të ftuar zonjën Valbona Lavdari. Mirë se erdhe, dashur. Kënaqësi që të kemi këtu. Zonja Valbona është me origjinë nga Berati, po jeton në Amerikë, ka ardhur për pushime në Tiranë, ka jetuar për 8-9 vite në Greqi dhe më pas 25 vite në Amerikë. Në cilin shtet? Në Massachusetts. Aty ke ndërtuar familjen? Aty, po, kam shkuar fatikisht me familjen, aty jam agjente imobiliare, vazhdoj edhe pasionet e mia pasi poezia ka qenë dhe interpretimi pasionet e mia të para. Tani jam duke botuar librin tim të parë, romanin e parë, me titull Balkoni përballë detit. Jam shumë e përfshirë me komunitetin shqiptar të Massachusetts, pasi Massachusetts ka një komunitet shumë të fuqishëm shqiptar. Ka organizata non-profit organization të mrekullueshëm. Që bëjnë i bashkë një grup komunitet solid. Shumë solid. Në fakt komuniteti në Amerikë në përgjithësi. Po, është e vërtet. Çdo shtet ku kemi biseduar ka një komunitet të lidhur me njëri tjetrin. Të lidhur me njëri tjetrin. Traditat tona. Është e vërtet. Ka mendimin shumë vite emigracion në Amerika bërë punën e vetë që shqiptarët organizohen më mirë tani edhe ndërtojnë komunitetet të fuqishme. Rikthimi në Berat, si të duket? Çfarë malli, çfarë nostalgjie, çfarë sa malli më shumë? Kam mall për ato kaldremet e Beratit, për rrugicat e Beratit, për njerëzit, kryesorja, për osumin edhe për kalan. Por ndërkohë edhe për gatimet, besoj. Edhe për gatimet, pavarësisht se unë vazhdoj të gatuaj. Në shtëpinë në Amerikë gatuan recetat tradicionale shqiptare? Shqiptare, është e vërtet, shqiptare. Çfarë preferoni më shumë nga, le themi, menuja tradicionale e Beratit? Unë personalisht pëlqej më shumë byrekun fatikisht. Edhe në kuzhinë më pëlqen të jem kreative, si thoni këtu, përdor edhe atë time në kuzhinë, gjëra të reja që unë shtoj. Për shembull në byrek unë shtoj shumë erza, pasi kam një kopsh shumë të bukur, se jam shumë e apasionuar pas kopshtit, edhe përdor shumë erza. Albana base do habitet, po i hedh borzilok, i hedh energjike. Jo, nuk habitem, jo. I hedh shumë gjëra. Pak mafur. Ne i duam shumë bimët aromatike. Po për majdanosën energjik, borzilok, po, të gjitha ja hedh. Po në përsi byrekus para jerdhin borzilok, prandaj thash që i hedh edhe borzilok. Sa u bor, sa baçe ke ti të shtëpia jote? Është baçe e madhe. Besoj se keni shtëpi private. Sa u bor ynë që kemi bimë aromatike nuk e ke, dhe për këtë ti je shumë e sigurt. Pra ne nuk e kam pa, nuk e kam pa. Jo në rregull. Nga që për shembull në Shqipëri si hedhin, nuk e di pse kisha mendimin të kisha parë një emision që më duket kishte thënë që nuk i hedhim këto gjëra, për disa aromatike. Duhet të dim çfarë i hedhim. Edhe nga kjo marr shkas dhe po them që unë i hedh byrekut shumë aroma. Jo, po ti di, si tash si është puna, po ti di ishe shef e kuzhinës. Jo, është vërtet, jo. Dgjoj, unë thashë, thjesht dgjoj. Humorën zemër, me humor. Jo, ke të drejtë, thjesht në kuzhinë jam çfarë më pëlqen mua dhe i hedh. Nuk kam shumë rregulla. Dhe bashkësisht personave, kjo. Jo, më kot sot ke zgjedhur edhe një recetë kështu të traditës, siç i zë malli emigrantët gjithmonë kur vinë në Shqipëri, ma bëj një tafkosi, ajo tava që mbetet në shijen e turistëve. Keni ardhur familjarisht për pushime, apo jo vini shpesh në Shqipëri? Vi po thua se çdo vit. Fakti që do botosh edhe do merresh me botimin e librit, apo je në procese si për të shkruar? Jam në procese si për të shkruar, sepse jeta është shumë e ngarkuar atje. Çfarë ka frymëzuar që ke kaluar nga poezia në roman tani, apo jo? Ka mendimin rritjes si shkrimtar, ke më shumë pretendime, ke më shumë ambicie. Dhe gjithmonë e kam dashur të shkruaj një roman, po jeta është shumë. Unë kam një jetë shumë të ngarkuar, pasi kam dhe biznesin tim, merrem shumë dhe me komunitetin, ndihmoj sa kam mundësi komunitetin, dhe duke pasur një jetë kaq të ngarkuar, e gjen ato çlodhjen tek të shkruarit. Jo vetëm çlodhje, po është edhe kam mendimin detyrimi që kam unë karshi vetes për pasionet e mia. Çfarë të frymëzoi te ky roman? Çfarë teme ke zgjedhur për ta trajtuar aty? Historia e cilës? Shiko, roman është deri diku historia deti përballë balkonit. Po, deti përballë balkonit. Balkoni përballë detit, se ishte balkoni përballë detit në fakt. Balkoni përballë detit. Nga që kam jetuar 9 vjet në Greqi, është një pjesë e historisë time atje.
por romani nuk diskutohet, do vësh shumë edhe fantazi dhe kjo është sfida më e madhe në roman. Se është ndryshe kur shkruan për shembull biografinë tënde, është shumë e lehtë të shkruash jetën tënde, por në roman duhet të mendosh çfarë duhet të futësh gjëra të tjera që ta bësh më interesant. Qartë. Ne do të fillojmë më njëherë me recetën, që të shfrytëzojmë edhe kohën për ta pjekur pas, me recetën e tavës së kozës, siç e gatuan ti. Po. Siç e gatuan në familjen tënde. Faleminderit. Na trego hapa sapi. Faleminderit. Nëse ke ruajtur ato hapat që ndjekim ne këtu. Ja, që mos të lot. Prap lëvizjet e vezë do më jepni mua, se më duhet. Faleminderit Albana. Ja. Teksa ti perrahësh vezët. Sot jemi drejtuar drejt këtyre trendeve dhe riciklimeve, kur themi ne, në kuzhinë nuk hedhem asgjë. Edhe unë i përdor vezët atje faktikisht në përbim. I përdor këto lëvizjet i ruan. Ja, disa i kemi pjekur. Unë në Behar ftoj shumë shoqëri atje, shoqet e mia, pasi kam një 2 grupe që kam krijuar, jo është një grup i madh, Garden Girls, grupi tjetër është mbaruar me Garden Girls, pra këto gocat që vajzat, gratë që mblidhen për kopshtarinë edhe mblidhen për... Erdhën për të parë te kopshti im, thash unë kopshtin e kam ndërtuar vetë, sepse më pëlqen shumë arkitektura e kopshtit. Ta e të gjithë bana? Jo, se na bëre me veshka. Për të kopshtin që na bëre Zili, duhet të na kishe sjell disa foto. Ke të drejtë. Kopshti është shumë i bukur. Kopshti është shumë i bukur, të gjithë që vinë. Shumë të mirë. Edhe unë jam shumë krenare për kopshtin që kam ndërtuar, sepse është shumë unik. Është një kopsht që ka një histori. Onika, i vendosë në pak miell? Po. Se jemi treguar si pak kopratës. Si pak kopratës si mielli? Po ndërkohë, Valbona, për shembull, nëse ti kujton 25 vite më përpara kur shkuat në Amerikë, ato vështirësitë e para. Si keni te kaluar? Në Amerikë... Se jo çdo gjë është e thjeshtë. Vetë është Amerikë, po vështirësia është për çdo familje që shkon. Unë në Amerikë kam kaluar deri diku lehtë. Po, faleminderit Albana. I kam kaluar deri diku lehtë, di pse? Sepse mua më trajnoi Greqia. 9 vjet... Pra përgatiti si emigrante. Po, është vërtet. 9 vjet në Greqi, ishte goxha përgatitje si emigrante, plus që Amerika, pa diskutim, me mora akoma me më shumë pozitivitet, sepse... Nëse ishte një kontinent tjetër, jetë komplet frenetike, kishte më shumë opportunities, po dhe ambienti atje është shumë pozitiv, njerëzit janë shumë inkurajues, është tjetër ambient në Amerikë, kështu që duke parë të gjitha këto mundësira, Amerikën e mora me shumë sportivitet, me shumë ambicje, sa po vajta fillova shkollën për gjuhën, pasi unë nuk dija gjuhën, dhe pas mbarova gjuhën pastaj, fillova kolegjin 2 vjeçar, pastaj shkova te universiteti 4 vjeçar. Për çfarë studiuat? Lëngun e mishit? Po. Se ky e bën të shishme në fakt shumë, lëngu i mishit ka ato... Pra e lam tek universiteti, po, kam studiuar për anglisht edhe për piktur. Edhe për piktur? Edhe për piktur. Po, ishte diçka e re që eksplorova piktura në kolegj, me qenë se më pëlqeu, gati tani, edhe vim te orizin. Ja, ke dhe orizin që... Pra rahëm vezët, shtuam në të kosin, lëngun e mishit, edhe orizin. Orizin e zjerë të lëngu i mishit. E shiko, nuk të kam lodhë. Jo, s'ke lodhë fare. Shumë faleminderit, sot ma ke bërë jetë shumë të lehtë, Albana. Tani duhet pak të raportin që kanë Amerikanët me ushqimin. Amerikanët nuk janë si ne që të gatojnë gjithmonë, faktikisht. Bëjnë gjëra më praktike. Bëjnë shumë... Jo, bëjnë për shumë mish në grill, mishin në grill me salat, ose bëjnë mishin në grill me salat edhe pasta, i shtojnë sa pasta, po nuk i kanë këto gjëra si që kemi ne suprat, nuk para i përdorin. Shkopin ona. Edhe
Han edhe jashtë, marrin kështu. Po dhe unë nuk është të gatoj çdo ditë, them të drejtën. 2 herë në javë gatoj. 2 herë në javë? Pjesën tjetër e konsumoni të gatshme jashtë? Të gatshme jashtë. Unë s'kam pretendime, ha dhe gjellën e ditë më përpara. Kështu që 3 herë mund të gatoj. Po më shumë jo. Është koha e punës e tillë. Është jeta shumë e ngarkuar. Që ke zgjedhur të bërë si agjente imobiliare? Këtë punën e dashuroj. Shumë në fakt, e duan këtë profesion. E duan, e vërtet, e vërtet. Duket është për shkak se e kanë më të thjesht për të punuar si agent imobiliar. Nuk e di se cili ka motivet e veta. Mua konkretisht, motivimi im ishte se mua më pëlqen shumë të punoj me njerëzit. Më pëlqen shumë të punoj me njerëzit, edhe mundësia për të punuar me njerëzit. Ta vë në furë tani Albana? Ja, ta vendosim në furë, sa po të presim pak edhe revanin, që ta servirim me shurupin, që është nxehtë. Është lezzeti. Po. E gatuan shpesh tavën e kosit në Amerikë? Një në 10 ditë. E gatuan një shpesh, pra? Po, po. Ja, e vendosim për të pjekur. Albana ndërkohë do të sjellë edhe revanin, që të mbulojmë me shurup. Marim një leckë, këta bëjmë gati shurupin për t'ja shtuar revanis. Po me ëmbëlsirat, si ke marrëdhëniet, Valbona? Me ëmbëlsirat nuk ka marrëdhëniet mirë. Dogja. E, kur themu nga në njëherë syri keq, jo, po si shanale prime. Syri, po me është syri.